një shqetësim tjetër i pacientëve që unë po besoj ti përballesh edhe kur vish në Kosovë, po edhe në Gjermani, sepse organizmi dallon nështë abi personit person, po ankesat janë kryesisht të njëjta, është për shembull kërcitja e zorëve, e cila ndodh shumë shpesh, është pak nështë edhe qesharake, po disa persona thonë, po vjen marrë me dalë në takim me njerëz, se non stop po mban barkë si me kon unt. Kjo çka në kupton, doktor Besnik? Shumicën e rasteve, kërcitja ka të bëjë me IBS, do të thotë me zorën irrituese, do të thotë ne bëjmë diçka gabim, kemi shumë gaz në zorë. Do të thotë shumicën e rasteve po ushqejmë mikrobiomin tonë, zorët tonë po ushqejmë jo mirë, po ushqejmë keq dhe zora është organ në lëvizje. Do të tentoj ta largon këtë gaz të tepërt. Prandaj unë i pyes shumë pacienta kur përgatiten edhe për kolonoskopi. Shumica të ri që kanë shenja jo alarmuese, i pyes ditën pas pastrimit, si po ndihesh. Shumica thonë po ndina shumë mirë apo i lirun. Kjo është një prej shenjave që kanë më shumë IBS. Ose pacienta që agjerojnë, i pyes si po ndihesh, po ndina shumë mirë kur po agjeroj. Do thotë ne po i dërgojmë ushqim jo të mirë zorët tona apo bakteriat tona. Sa mirë, sepse sa mirë që përmende këta, doktor Besnik, se jemi edhe afër me Ramazanin kur fillon edhe ky agjërimi, fasting që përmende, i bën shumë mirë shëndetit të zorëve. Është shumë i mirë, duhet ka mënyra të ndryshme, normal duhet kujtohet, jo të secilit, të pacientë që janë kronik, me sëmundje kronike, duhet me pas kujdes, por agjërimi është shumë i mirë. Agjërimi të ndryshme. Nuk jo nga ana religjioze, por mbi të gjitha sheqerin sa më pak. Sheqerin sa më pak.